Përshëndetje nderuar ju që na ndiqni nëpërmjet rrjeteve tona sociale edhe YouTube-it për episodin e plot. Ja ku jemi prapë në një episod të ri. Jemi me ca çuna fantastik, të cilët mbajnë gjallë akoma rock and roll. A më boll tash më. Mesazh. Na falni sa. Si, vazhdo si. O çuna mos u mërzitni sa ta bëjmë çik silent. Po ku bëhet fileta ai? Edhe si po ju thoja, sot me thënë drejtën jam i vetëm për sa i përket moderimit, sepse miku jon Eugen Bushpepa na kalon për pak kohë pasi ka ikur jashtë me shërbim, me punë të veta, për të përçuar edhe jashtë shtetit talentin dhe artin e vet, duke nderuar gjithë shqiptarët. Ladies and gentlemen, sot jam me ata që mbajnë, siç thash, rockun shqiptar akoma gjallë, me miqtë e mi, por edhe me ata që ju doni shumë, me Urban Bands. Çuna, mirëmbroma. Si jeni? Mirë. Shumë mirë. Super. Jeni lodhë në qikas, jeni lodha. Çka keni bë? Pak si pas dhjetori mirë jemi. Po pra. Kjo dhjetori që qik. Kur ka lodhe ka dhe fitime, besoj dhe, kështu që Pra ju doni tregoni që jeni pasur. Ka kushtuar diçka, prandaj. I pasur me Ka shpirt. kushtuar diçka. jo, ka qenë shumë mirë situata. Si shkoi dhjetori? Jo keq. Gjynaf me uqajt, them unë. Bere qaves në gjuhën tonë popullore. Muaj i sulmit. Mirë ishte. Muaj i zjarrt i jetës. Dhjetori 2025 si bie. Po, ti ta dush po, se përveç se me Urban Band, ke performuar dhe me tjerë. Po Me shumë herë mirë. për shembull. Ora me vërtet se na hapë mua bën. E keni pas ju apo e keni akoma për shkakun kët se që keni pas, çdo grup i ri me thon drejtën. Me performuar me Edhe kjo pjesa që ti je basisti im për shkakun, s'ke pse shkon ke grup tjetër. Jo, nuk e kemi pas Kush ky? problem. E kam vuajtur Sepse se kem raport me mua, çuna se kanë pas problem, sepse unë Mos leni nom që në fillim. Pak më vonë. ja, se kemi pas problem, sepse unë performoj me një këngëtar shumë të njohur shqiptar, a kupton? Jo tani more, më përpara. Ore, Tani. në koncept, lej aty me Është këngëtar shumë i mirë dhe çun shumë i mirë, ai çuhet Renis Gjoka. E fillove që tani ti servilizmin. Ja, bëj shaka. Mund të ketë qenë një çik problem, por Para bashkëpunimit me ty ka qenë. Tani pas nuk është më problem. Kur e bë vetë quhet. Po pse çai thoj, domethënë jo, s'ka lezet, s'është bukur. Në drejtën Edhe jam kërë të lutem largohu pak fare se na dogje motorin. Në të drejtën jam pro lëvizjeve me rastet që ja vlen se përket eksperiencës. Ja vlen edhe të lëvizësh nga grupi, kështu që Bëjnë ai shkollë për eksperiencë. Po fillim si keni qenë? Zbodh llaf, ë? fillim O, basho. Po kemi qenë edhe në fillimet tona, nuk është se edhe çunat instrumentalisht nuk është se kishin bërë në njohje wow që të kishin mundësi. Po. Kurse sot, domethënë, dëshira është që të jesh grup unik, të kesh ekskluzivitetin, po edhe mirë na vjen që të dalin. Në fundit kenë punë se është botë e vështirë për live music. Po, vërtet. Kenë shumë për instrumentistat sidomos. Koncepti të qëndruarit bashkë është një çik problem këtu në Shqipëri. Domethënë ti mund ta kesh parimisht edhe si koncept që të rish në band, mos lëvizësh, mos të shkosh me tjerë se të dëmtohet imazhi derisa ke kriju një lloj imazhi, por problemi është që jetesa, stili, dita, mundësit janë të kufizuara. Dëshira është e madhe, por mundësitë duhet lëvizësh që të bësh të arrish të mbijetosh, të jetosh në Tiranë ose edhe në Shqipëri përgjithësi. Se këtu nuk ka muzikë autor, se ti po futesh e po punon një album edhe pret që ai albumi pastaj ose këngët e tua do lëvizin, do jenë prezente në publik. Do kesh benefitet nga ajo. Nga drejta e autorit Jo, nuk në funksionon, radhë. përderisa nuk funksionon, atëherë ka zgjidhje alternative, që janë bën një formacion cover, mblidhesh me muzikantë që mund të bësh diçka tjetër, edhe këto janë. Pyetja ime është e banda jota, ka vend për ne tjerë?
Do me bë duo në dy. Se ti i bjedesh me dëmtume, se këta ke bëne lëvizje. Jo, bashkëpunim kemi pas me Renisin në mbaj mend unë. Po edhe unë mbaj mend. Edhe me grupin. Po, kemi lutë. Po, kemi bërë, kemi qenë. Po. Sa herë shkriju mundësia kënaqësisha. Çfarë si jeni njohur me njëri tjetrin ju? Këtë histori do ta tregoj unë. Gjithmonë e tregon tani këtë histori. Është pasioni jot. Sot po e tregon, sot leja tatush. 200.000 lekë ke marrë në YouTube vetëm që ke treguar në Historia ka nisur pak a shumë me vitet e shkollës, po më se domethënë unë nga vitet e shkollës njihja Jurgenin ose Kërcin. Jurgenin. Pas ca vitesh që unë shkëputa për një periudhë nga muzika, vjen një mundësi për të punuar dhe Jurgeni edhe Andi punonin bashkë. Kishin materiale domethënë kishin punuar, kishin goxha gjëra. Edhe vjen një aktivitet edhe më thot, a ke një band që të luajmë të bëjmë këtu. Mos kisha band për momentin. I vetmi opsioni ishin këta të dy. Semi e kisha njohur nga një projekt tjetër, rastësisht që u bë. Tani me sakt njifte mu dhe ky e dinte shumë mirë që unë jam me Andin. Një dy. Këtarin e kishim xhep në këtë rast. E kishte studiu të rrenin. Ishin një dy kontata. Domethënë mua më erdhi unë pa pasur elemente. Tani ti erdhi me kryesorja që erdhi data, i erdhi puna. Kishte elemente. Zakonisht ndodh mbrapsht, do të bëhet grupi dhe gjet datën ose. Edhe unë e konfirmova dhe i thash atij do vi. Mirë ta, im dërgoj disa video, ku t'i gjeja unë video, të s'kishë bërë asnjë punë, asnjë që bëjë. Në pallati do të shteton. I dërgon Kërci ca video, me çova, e pëlqeu, edhe fillum, bëm live-in e parë ka qenë në Pogradet. Që për pak s'na hodhën veglat në liçe. Pas Pogradetit, edhe ka qenë data 16 qershor 2016, ka qenë live i parë, 16 qershor. 2016. Kush ju të katër pra? Ne të katër si çiftim. U bë aktiviteti i parë. Dhe pas këtij aktiviteti kapëm këtë me një kompani festa emisis që bën që bën atë në çdo qytet. Dhe ishte viti i mbar, domethënë vazhdoi, ne kishim në start ju ishit zjarr me ne kishim eventet, po s'kishim emrin akoma. Edhe pastaj kaloi qershor, korri, gusht, tetor, nga tetori unë. Po mirë, ke festa miqësisë me çfarë emri doli ti? Veç band roku. Kaq, pa em. Vërtet. Pa em. Se mbaj më. Edhe konfirmimin Prap na doli emri. edhe konfirmimin e kemi marrë aty në soundcheck. Domethënë vajtë lutëm soundcheck, më tha mua ajo. E keni shumë bukur këto këngë, tha. Nesër si jeni të lirë? Po, tash unë të lirë jemi. A mendoj se kishim atë gjendje. Të fitosh datën me soundcheck. Edhe vazhduam me filmin, gëlluar ata. Po ju nga njifshit bashkë, ti kërës me Andin. Jo me Andin, që ju njifshit për para. E na njoft nga shok për bashkët, muzikant, ka pasi grup tjetër. Kemi punuar Keni me luajtur Kërcin, po kemi luajtur bashkë me Elementium Band përpara se të ishim Urban. Elementium, disa vite, një 2 vite besoj kemi qenë bashkë. Ishte jemi ta seris, Standi, Shalshi. Ande na ka bë bashkë. Ka bë grup, ka bë. Afroni që një gjohë dhe tatushë mos. Ka pas Përshëndetje. Ka pas grup me Andin ai, unë normalisht isha shok nga Rresheni, ishim prit bashk. Pastaj unë nife me Andin, ai prishin grupin, ne më kshu, banon me Andin, shumë barrat. Kemi ngrit e prish grupe gjithkohës. Me pak fjalë me Andin. Desa stabilizohet gjoja shumë. Me Andin mund të kem një 3 grupe. Kemi qenë dhe kandidatarët. Po, kena pas gjatë. Kemi pasi grup që luani muzikë tuaj, po quheshin mandatar. Mandatar. Me fjalë, gjenim punë. Keni dash, gjenim punë, bëshim këj grup. 10 live, 10 grupe. E këta emri mandatar, keni dash me ka punë diaspor. Ne merr mendje për Shqipërinë. Asjes të vajtë të tetovë. Ka qenë vitet e zvirë. Ka qenë ato vite që punon. Po, kam në gjohën e nga. Po, kjo pjesë e talentit ka ashur rastësisht për ty Ando për shembull? Për mua se ti nuk është se ke marrë shkollën si puna ime. Jo, po edhe familjarisht se kam në muzikant ose artist, le të themi, por që në fillore e kam parë të vetja këtë edhe
zyshat, sidomos zyshat e muzikës, më ngrinin para klasës, para shkollës, i kam kalu gjithë të emocionet e fare, si thush. Shumë kalojnë, po. Një shoku im ka qenë që më ka shtyrë sidomos për muzikë rock, edhe prej tij e kam dhe këtë pjesën, që mi tregonte këngët e huaja më të bukura, edhe që janë futë e bota e rockut. Ai më ka shtyrë te pjesa e rockut më shumë. Nga ty pastaj ti Pastaj vazhdon me këto grupet, po, kam kriju grupin e parë Chord System, quhet, mund të ketë qenë viti 2011-2012. Si bie po aq, 2012 që e krijuam atë grup, më pas me atë grup kemi qenë më shumë si fansa se sa më shumë punonim, ka pas dhe grupe tjerë Silent Scream, nuk e di nëse ti i ke dëgjuar këto. Bënim festa metalarësh edhe rockerësh, shumë grupe, edhe shumë njerëz kanë qenë vërtet bukura. Të Still Wingsat, po aty e kam parë për herë të parë dhe Kërcin, ke Still Wingsat ka qenë me Pa kam qenë në warm-up unë, grupi tanë. Si që e grupi jot Kërc atëherë? Stage on Fire. Stage on Fire. Stage on Fire vetëm flak që smër të skena. Gjithsesi, janë gjëra të shkuarës edhe knetësia për të pas një band rocku me reshiu atë ëndrën e një superstarin thojnë zap, po gjëra të bukura, kupto, adoleshent. Qa idush keni pas ju, për shumë, ti tatush? Ke vështirë kjo për jetë. Unë kam gjuhë popullore në koshën e nisë kështë. S'ka në gjithë kështë? S'kam pas stilu kështu se në to vite në ku jetonim në qytetin tonë të Korçës, gjashtë e Ylli Baka e poshtë. Po. Asa e sa s'ka qenë. Artin Shira. Shira. Ka qenë bredi. Po e më se bëjmë shaka, Larsi në Larsi. Si e thonë dhe Larsi sigur ju popullore. Kam shumë. To i kam pas të grupet gansat. Sa po të shumë 10 vjetë, ha? Bashkë. Bëgemi 10 vjetë Në këtë vit. qeshori bëjmë 10 vjetë. Ja, Nice. i unë datat. Qeshor, ha? Të boni në i kështu se bëhet në koncert në i gjë. Me siguri po? Boni në i gjë, se edhe në tjerë Bëm një tret. pim në i gjë, kupton? Të vëra me pim. Ule pak mikrofonin, se këtyrën tënde simpatike. Për mendimin tim, kur bëhen kështu vite jubilare, bëhet një organizim, mini koncert, një Unë e kam mendu me gjysa në plak, sepse manifeston gjithë mundin që keni bë për 10 vjetë, por se janë 10 vjetë sakrifica, për më tepër për rrymë që përfaqësojmë, po them, po e fuzëm vetën, edhe vështirësitë që ka kjo rrymë vendi ku jetojmë, kështu që është rezistencë e modhe. Ne kemi festu edhe çdo vit. Me mbaj mend vitin e 6, se unë nuk shkëputa 2 vite, po kur bëm 6 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç, domethënë në Urban Band, jemi mbledh se kemi organizuar në live, kurse është shumë ide mirë për këtë dekadën e parë. Ajo është më e pritshme. Edhe për ata që ju ndjekin. Manifestime, dhe nga bërë manifestime kur bëm klipin e parë, që në të kohë Andi nuk ishte me ne, ishte me Ndrikun, edhe ishte i gjë shumë interesant, dhe ftuam shumë miq, ishte këndshëm. Edhe është diçka që sikur edhe njerëzit i man pak të zgjuar në raport me atë që bën ti. Nuk se Pikërisht bë. Je më afër me njerëzit. e më afër. Kështu që ka mundësi të organizojmë diçka më të mirë. Për ditë tjetër. Duhet. Do vim ta bëjmë reklamën dhe këtu. Patjetër, as diskutohet, me kënaqësi më të madhe. Sa kohë keni bërë çuna? E keni numëru? 4. Kemi sa si mbajnë mend. 4 këngë kemi. 4 këngë? Po. Po pse kështu? 5 janë. 5 janë gjithse, 5 Janë pjesëtarë. Ajo e Kosovës. Po. Është një E festivalit. Po. Po mirë, si u dukeni çik si pak. Më duket çik si pak. Ne kemi bërë, domethënë, materialet që kemi janë më tepër materialet nga festivali, si nga Kënga Magjike, edhe nga festivali i këngës në RTS, edhe i Kosovës që ka qenë. Po kemi bërë një aty për shtati ose kemi bërë një, se dia duhet ta përmend apo jo, te Arbri, kemi bërë atë të Red Room. Patjetër më. Edhe ajo ishte një domethënë disa minuta shumë të vyera për emrin e grupit, por që ishte byer në kanalit të çunave. Domethënë këto janë cover që ndoshta janë disa minuta që në Gjithsesi unë mendoj që të jemi sinqert, kupton, se të flasim se nena mes artistësh muzikantësh, unë mendoj që
për 10 vjet, 4 ose 5 këngë janë pak. Sikurse edhe për mua, ndoshta më kanë bërë më shumë, por prap unë bëj një autokritik vetes her pas here dhe them që prap janë pak. Domethënë, edhe me Gendrin diskutojmë her pas here për episode që duhet kishim bërë më shumë, edhe duhet bëjmë, sigurisht se nuk është se unë mbyll këtu karrierë, po pse kaq pak se këtu duhet dalëm, pse? Kush është arsyeja? Të sinqert, si përket për arsyen, ne e shikoj dhe tek pjesa jonë, se shoh dhe të vetja këtë gjë, a kupto? Edhe plus dhe të grupet e tjera. Ne që vim nga bota e muzikës, që ne njohim notat, kena marrë shkollën, mendojmë shumë gjatë, mendojmë, jo, zota nxjerr kështu këtë materialin, se s'ma pranon publiku. Shumë detajist do të thoshti. Po temi në detaje që kur vjen puna na ka vonuar, kena disa bulza ne që kena lënë aty, jo po një fjalë, jo po bulza patjetër. jo diçka. Pulsa 200, gjikën tanë besoj se kanë 200 pulsa. Jam i mendimit se di kena fol disa herë në taku me çunat, hajde t'i japim gaz, ç'a është për tu nxjerr, hajde ta nxjerrim edhe le ta vlerësoj njerëzit, se ne nuk jena psikolog të kuptojmë se çfarë duan njerëzit. Po. Detajet e tepërta ndoshta në këtë moment për shembull, ose jo vetëm për ne, por edhe për gjithë tjerët prishin punë. Se duke qenë shumë detajist, ti je skeptik te teksti, te melodia, te orkestrimit. Dhe këto detaje nuk të çojnë përpara, të lënë, ama që po merren edhe këtë muaj, edhe këtë muaj. E trajtojnë njerëz si simfonia 9, sikur do bësh. Dgjoj, unë personalisht mendoj që s'është keq me i kushtu vëmendje, por duke pasi deadline për shembull. Hajde të japim maksimum energjisë deri ku dëgjon, deri në fillim të shkurtit dhe e mbyllim aty. Ka marrë muhabet, sepse për ndryshe shkojmë përjetësisht. Na ka ndodhur disa herë kjo gjëja pak a shumë që e kemi marrë edhe ne kështu me 3 mujorësha ose me 6 mujorësha. Hajde t'i fusim i dorë gjithë me si nga teksti, si nga melodit, me aq informacione sa kemi, nxjerrim gjithë secili veten tonë. Për shembull, kur bëhet një solo, unë e di që është e kërcit, se duket dora, ose kur është një linjë kështu, një figurë baterie, një diçka e tillë, është filani, e kuptoj. E kupton gjithë secili. Por problemi është që se ja kemi arritur do tek ajo deadline që thoti ose tek ajo. Ato deadline-et i kemi arritur kur kanë qenë festivale. Pikërisht pra, duhet i forcë e jashtme që të mbledhi. Duhet një qëllim më madhor. Për këtë rast ka qenë gjithmonë festivale, si kënga magjike, si dhe kjo festivali që është në... Edhe me këtë ritëm, paka shumë një këngë në vit tel, edhe nuk është se është ritmi prap i duhur. Ritmi është indjeto. Problemi mendoj unë, problemi ka qëndru gjithmonë se ne kemi kushtu shumë pak kohë dhe vëmendje kësaj gjëje. Domethënë, grupin e kemi fokusuar te cover, live, jemi kënaqur edhe live session që merr nga skena ose nga njerëzit kur ti shkon e performon, merr atë emocionin edhe kemi lënë me aq. Domethënë nuk kemi pa që po të kemi një gjë ton si do reagojnë njerëzit kur ta këndojnë njerëzit në kor ose kur ta mirpresin, sikur edhe me këto shpërndarje në rrjetet sociale. Edhe ne kemi ngel veç kaq, bëj një për shembull, bëjmë It's My Life, ne kënaqemi se e dinë gjithë njerëzit ose një rock and roll. Edhe kaq mjaftohemi me aq. Rrim mbrapa. Po sa bënë një herë pyetën vetes për shembull të tipit kur shkoni 60-70 vjeç, edhe ktheni kokën mbrapa dhe keni bë 6 këngë ose 10 këngë edhe aty të filloi ajo kriza emocionale dhe të thush me veten tande që po mirë valla, unë bona 50 vjet karrierë, këto 50 vjet bona 6 këngë, se po ja bëj këtë pyetje se kjo këtë për e bëjtë vetës time. Shumë me venza, është edhe për vete, për ne, edhe për gjithë grupet. Se qose janë mundësit, qose... Se funa ky është qëllimi i të qenit muzikant, që të bësh muzikë, të prodhosh, të krijosh. Po presim bëhemi 60 vjeç. Du shkosh 60 vjeç. Approaching me way. Du shkosh 60 vjeç prap duke fol këtu për këngë. Sa mi që keme matematikë. Më ngrihet tensioni, më ngrihet aty. Diskutina, kapi insulin. Zuri artriti. Akoma të diskutojmë si ti gdhej sneri, soundi, akoma jemi dhe... Nese... Ju premtojmë shumë. Shumë krime dhe... Qa premtoni, ha? Premtojmë një album. Do bëjmë 5 këngë vetëm këtë vit. Një. Sa gola do bëjmë sot? Pauli portier, pa. Shënoj 2 gola këti. Sa do bësh? Sa këngë do bësh ti? E baterist? Unë jam baterist.
Po pse, tu fan këmbët? Po tha duke pedalin. Nese, Për te shaka. pastaj jo, kjo është ka të mirën tjetër që kjo tregon që duke qenë se jeni shumë aktiv nëpër koncerte, nëpër jetën e natës. Jo, kështu si len gjëma në për... Domethënë një nga arsyet është kjo dhe që është kjo tjetra, domethënë që jeni goxha aktiv, jeni gjithkohës lëvizje. Pjesa e aktivit rendis është dhe pjesa që na merr shumë energji. Edhe live-i të merr shumë. Patjetër. Ndoshta jemi të lodhur, të nëse kuptojmë se jemi akoma të rinj, po duket sikur po lodhem kjo pjesa e jetës natës, e live udhëtimet shumë shpesh brenda javës. Me që Allafi, ti për shembull je nga ata që zgjohesh një drekës si e di unë. Po. Sot Si keni marrëdhënie të tjerë me gjumin? ja dridhesh. Po gjovan për vjetë sot. Revolucion. Unë në orën 1 flej, kështu që prandaj s'na përputhen orarët. Mjafton të bëj 7 orë gjumë maksimumi 6, po ula në orën 4 mëngjesit i vjetë zgjohem Poli ChatGPT-a. në orën 12 po ula në orën 1 natës, shohem në orën 7. I bje 6 orë, 7. Po, 6 orë. Fiks 6 orë bëj. Që është 7 mjesit, Jashtë orë gjumën, që Po, më del shumë i vetë, edhe pas zile, sidomos kur kam një aktivitet. Po duhet krijojmë shumë tipe. Vetëm vendosoj si do performoj, si do rri, si do qëndroj te skena. Duhet krijojmë. Karts. Bob. Patadon, po ku jam nga lulla ky. Ky është problemi, këtë do thoja, se e nisa keq. Karts. Kur vi nga gjendja hangoverit, aty s'plej fare, pra të po jam i zgjuar. Nëse do rregullosh pak lifestyle-in ta reduktosh hangoverin, ta siguroj që do kemi album këtë vit. A që kuptu kush që pas ka fajn. Sa i bini ka gjatë, ishini nga grupi. Sunat pa pik turpi. Si jeni me abuzimin me jetën notës? Me që një këtu? Shumë veç të kërci, ne tjerët jemi rregullu. Si e rregullu? Unë jam zero fare. Zero? Për shembull, Mundohem bëj palestër, 3 pastër. Jam pak shiflit. Ka lidhje, ajo gjë është thjesht nga situata, nuk është se planifikohet se unë sot do pi, do... Jo. A kupta, nuk Gjithmona është... merr Sipas mbrëmja. Po mirë, kur ke miq shumë rreth e rrotull, normalisht Jo, ule që... të të rrish pranë miqve. Po, për ditë të vështirë. Kërci e shef si orar pune, se në ato orë që rri me miq, gjen edhe ndaj live. Krijon marrëdhënie që gjen. atë desha me thonë, që socializimi është pjesë e punës, ashtu Ai është. momenti quhet pritje për cilje robëve. Për njerëzit. Neve kërsi kemi pritje për cjellje kështu. Dhe shihemi është i mirë kur e mbyllim në orën 5 mëngjesit për një X datë. Më pak. Do shkojmë bëjmë live t'ja me Vjen vëlla jot për ty, por. E tha, Zbëlla fare. Tatushi një rast një mikun tonë Berat para një 8 vitesh. I tha, ai do vini, po tha Tatushi do ta bëjmë derë, ta se live i parë nuk na shkoi shumë mirë me atë aktivitetin. E tha do të bëjmë aktivitetin e dytë, do të vim pa lek. Tatushi e tha pa lek, po. I thash tu si me shakan, i thash do vim pa lek, i thash pa lek. Nga kënaj seshin të luanim live, se ishin në fillimet. Kur shkojmë ne Jo, atje, bëjmë live-in, ne? Mbarojmë punë. na dha vetëm Na dha dorën. dorën ai. Po mirë edhe ai, por mirë ju që Ti dhaj pith pak. Jo, po robi, Ka dha sofaqen. Po ti ke qenë tam, se Shërotat e makinës, ta vëlla. Po unë që ti them ty, ta. Lek, më dha vetëm dorën, më dha. Që mos bëjmë provokime të tilla. Më thash me shaka, i thash unë tonë edhe. Pa lek fare, ishte live. I gje e vogël kështu. Po mirë, po na kanë stërvitur. sa herë s'ka qenë tani me thënë drejtën, ka ndodhur të gjona. Na vinte pronar e thashtë ama në çuna gjysmën e pagesës. Si t'ja bëjmë, s'kishte njerëz. Ne u zbutshim direkt tani s'është zbut asnjëherë. tani është menaxheri i grupit tash zyrtarisht. Jo, jo. I orëve të paradites, po. Menaxheri i grupit, se të pranon dot, po mos e thuj dot. Ja, unë e pranoj. Është e vërtetë, ca gjëra i bën shumë korrekte tani. Është e të pjesa seriozitetit është. Jo, se pjesa menaxhimit do
do të jesh strikt edhe shumë koncis, kupto? Si Kur kishim bëhet atë- fjalë për punën. Se kishim atë batutën kur ishte momenti që kishim po marronim në punën për shembull X lokal, edhe po prisim tani do të iknim, s'kishim nevojë që të qëndronim më tepër edhe o tan shko merr vesh të me pronarin, edhe tani shkoj atje Do të kapi për të marrë Po, pagesën. pagesën. Batuta ishte kështu. I mblodhet thoshte, po i mblodhem, shiko se do lëvizin çunat po ashtu, do na japësh pagesën. Tani thonë do lëvizin çunat jonë. Se për mu, edhe mas I muaj. Jo, se kam problem po të iki këta. Pronari përgjigje, po mirë, po ashtu. Po ashtu do lëvizin çunat. Edhe Ashtu ai ishte. po thoshte, hajde t'ju sjell lekët, ja prit një sekondë të lekët. Ja sa ti bëj kamarieri. E po rastin nga këto kështu do na uli çiçit sa dush. Me kërcin profund. Sa herë ka mungu tani? Do me thënë, ja sa herë, se ka pas dhe mungesa tjerë, po. Pak me vlerën e live, kështë mbyll me mua me tatushin. Na dhe në zemra. Mua direkt më ka dasin. Pa. Tatushi, Do t'jesh I ftohtë tatush, do t'jesh Sjapi po. tatushi nxjerr dhe kuletën të japin ai lek. Ja, se bëhemi njëshme, ai qenë të halin pronarit lokalit, a ka punë, s'ka punë. problemi i madh. Mori ka riget shumë. Këtë ç'na duhet. Pa le këto pronarë që vinë kështu direkt pa fillu live që ja, më mora I gjom nga policia, kjo qera e shumë e lartë, pa fillu akoma, e di se çfarë do thotë në fund. Për shembull, po si mas I rezervim s'ka sot. Po çfarë të bëjmë erdhëm nga Tirana. Po I ke bëj muhabet me menaxherin e klubit, mos e bëmë ne. Puno vër hotel. Jemi Gjirokastër, valla bëm 4 orë rrugë. Gjirokastër, si ka qenë ai lokali? Qor Sokak Çka ka quaj? qenë Qor Sokak ishte Sokaku. Po doli qorë, I sokaku. Baron live. 3 veta ishin në dy. Baron live-in tamam 2 orë live, mbaron. Shtim për gëshlindje. Shumë keq fare, nuk kam pasi t'ja bëjmë. Po numëron 2000. Po më thashë pse s'na the që I fillim mos kishim në pak. Na dhanë ai lek ai pastaj. Ose këta që Boni zemrën ngur. Jeni do të morën gjysmë. Po që na mos e tregoni gjithë. Po po këto janë Do e shohin menaxherët këtë video. Ti do merri këta gropa. jo, ton mos I merr këta se ka zonë men, nuk vin më. Kështu e keni sigur që çdo ofertë tjetër e keni sistemume. Ose nga ato raste për shkakun që thot pronari lokal, kur është lokali filloti se po ashtu vinë rob kështu. Kur isha unë me çunat e grupit me bërnat, në fillimet tonë 2005, po 20 vjet. Edhe sa kishim filluar atë, më men ishte ai lokali ishte dera, I korridori gjatë një 10 metra. Pastaj u zhyshë por si një njerë Ishte stakove u zhyshë por që 50 metra tjera. Ishte një kështu rifugjë. Edhe vjej e filloni çik po ashtu që të ngjojnë njerëzit që të vinë. Nga jashtë. Ku të vinë njerëzit? Të me armë hart. Do të ngjojnë ata. Sa atë ti është buz rrugë. Në ato vite. I gjithë tillë nga, për shembull, kur ishte kam robi lokali, për shembull ishte ora 10 në zem 10:30 do fillonim, as I tavolinë, thotë pronari. A po shkoni shpërndanin për lokal, sigur jeni klient. Duket sikur ka njerëz. Sigur ka njerëz. Edhe për shembull viti tavolinë edhe ne kishim sa në 5 veta zem, 3 tavolina ishim dalë një vetë. veta këtu për shemb. Ishim ndarë në 3 tavolina ne, sa viti tavolinë në fund të skenë lokali bosh. Tek pulla tavolinë në lokal. Çmendëri, çfarë do situatë. Pati kartë dinte te DJ lart. Tatushi ka qenë I paparën kështu raste se unë shkoj gjithmonë me stres. Shifja lokalin bosh, çfarë do bëhet këtu sot, thosha me vete. E pyesja Tatushin, Tatush, po çfarë do bëjmë? Sot do jetë zjarrt. Gjithmonë bënte zjarrt. Sa herë thoshte Tatushi. Si do bëhet zjarrt sot? Kam një djenjë po. I ti mbaja e kështu ta mbaja vetë. Doj çik. Histori e shkurtër në kishte myll, kemi qenë mi grup, po me Andin kishte qenë një grup tjetër, edhe djali bateristi kishte myll ai punën. Edhe kishte ra dakord të kishte bë dealin me pronarin që sa të ketë xhiro do marrim dhe ne lek. Jo që të më të futme. Edhe mirë kjo, edhe tani fillojmë në live-in edhe kështu tira baterist bam kështu edhe
Thotë njani aty para. Ej, bravo, bravo, bravo. Le bravo po pinej birrë. Je vetë me shkopa. Më bukura me këtë. Ai po i binte. Ai po i binte të shikonte birrën. Sa birrë po. Po këtë, e çuditshmja është që pagesa ishte fiks. Nuk ishte as përpije, e kishte mendën pini që nuk e di pse. Po, Por janë aventura të bukura me thënë drejtën. Janë bukura se këto normalisht këto kanë qenë fillimet e jues, besoj se ndodhin me këto gjëra. Do të jena kontrata serioze. Po edhe me kontrata jeni, po Është me serioze situata, shumë me por se serioze. është eksperiencë, është emri, s'ka lidhje. Domethënë, në fillimet gjithë ne kemi qenë me këto situata. Flas dhe koha për Më shembull. mirë mund se sa i vogël, është shpreha. Edhe koha për shembull, sidomos ju me Burnout 2005-ën ose në 2012-ën dhe kushtet nuk kanë qenë. Sot ti mund shkosh në lokal që të ofron skenën, të ofron një foni shumë më të mirë se çka qenë Po, dikur. vite tëra dhe. Po, dikur kanë qenë pothuajse mi cep aty hajde më rë punë, ik të shtëpia pastaj. Me skenë sa jume. Po. Kështu që sot është i çik më mirë, është më komode, me thënë drejtën. Po mirë çuna, mas 10 vitesh karrierë, a jeni të kënaqur me pozicionimin tregu shqiptar? Tuin, Pozicionimin ton. pozicionimin tuaj në tregun shqiptar. Në live-et po jo në treg. Tregun nuk është se kemi prekur diçka ne. Po një farë tregu është Por në në pozicionin me aktivitet. mbrëmjet e live. Në over Po, në të gjithën, me minuset dhe pluset e veta. Pra me plus ke live, me minus ke, po them, ke krimtaria, nëse mund ta quaj minus, domethënë kur i merr të gjitha bashkë këto, kaq punë sa keni bërë 10 vite mund. Keni kritika për veten? Sa Kritika dush. plot. Po s'pa dhe kritik nuk ecën përpara. Ne Kush kemi pas kush më kritiku nga ju? Pas kritikës kemi Kritik. para. Ne kemi pas kritik gjithmonë për çdo lloj gjëje. Ti për muzikën live, si dhe për gjërat që flasim edhe nuk krijojmë dot te pjesa e krimtarisë. Kush është më kritiku nga ju? Kritiku është plot. Drejtën. Por her pas here kam mirë, her pas here gabim, po nuk Po pse gabim? Kritikon para dite dhe shkel pas dite. Nëse me E shkel vetë kritikën që bë. Por jam kështu që edhe dita bëj hapin mbrapa. Momenti ndoshta ka raste që bindem me vështirësi, por ditë për ulëm, okay, do ta bëjmë kështu atëherë. Nuk është se do t'i ristoik edhe egoist vetëm mendimit tim. Është i çik impulsiv. E marr në pjesën e veprimeve që bën. Rrëmbem Edhe kjo shpejt gjë emocionalisht. e bën automatikisht më kritik. Ky ka direkt, po dëgjoj një melodi, jo nuk rri kjo. Një akord, një gjë, jo nuk më rri ose një fjalë. Që si ngjit. Nuk më rri, nuk pse mos ta bëjmë kështu, ta gjejmë një tjetër. Pastaj është edhe kjo gjëja tjetër që e ka bërë Andi. Po mirë, ju thoni nuk bën. Po sjellni një model që mund të bëj. Alternativën tjetër. Alternativë, kupton, kur ti thua që kjo fjala nuk bën, ose ky koncepti, ky mendimi nuk bën 1 2 3. Sjellni një gjë tjetër. Ta analizojmë Këtë nëse kemi arritur. Ta analizojmë pak këtë. Tani të bim takur ca gjëra që Po jo, ne po flasim. Ja, ta analizojmë për shembull raport me këngët që kena kriju sidomos për te coverave, se normalisht ke covera sa dush, se si na qëndron se nuk i qëndron një tjetri dhe. Kur them kritikën, unë kam fjalën kritikën në raport me karrierën, me surinë, jo me raste përveç me një këngë caktuar, po flas kush është që shtyn më shumë, hajde çuna se lam nom, për shembull. Ndërkohë tjetër mund të jetë më në fërgjithë thot, ama se mirë jena por po se çdo. Kjo lloj balance. Ne jemi te kjo pjesë, kemi si puna saj garës që vrapojnë, që njëherë ecën treshi, njëherë ecën dyshi, njëherë ecën njëshi, e kupton? Jemi kështu te kjo pjesa e kritikës për punën e grupit, punën e përbashkët. Nuk është për shembull që po e marr unë frenat në dorë dhe po eci unë. Edhe po i trej çuna nga mbrapa. Vitin tjetër është Kaçi ose Shtatushi ose Andi ose Klodi ose ku diun. Çuna të tjerë. E pak fjalë ngacmojmë njëri tjetrin. Her pas here, çfarë do bëjmë këtë javë, çfarë do bëjmë këtë muaj, çfarë plani do bëjmë. Biun për shembull gjumë, ngacmon Kaçi. Bien Kaçi gjumë ngacmon Kaçi. Rezultati tregon që ngacmimet kanë qenë shumë të pakta. Po mirë. Se siç folëm dhe çfarë krimtaria ka qenë goxha e ulët, nuk është se jemi shumë të kënaqur për këtë. Por kritik dhe për të shtyrë njëri tjetrën unë e kam bërë në vitet e para. Pastaj kjo kritika e fortë më solli, më vuri në një garë me veten për një
aty ku duhet ishim dhe aty ku ishim. Edhe kjo mësolli dhe atë ftofjen e parë me çunat edhe mu kthy pak si bumerang kundër që ndodhi dhe përçarja dhe ndarja prej 2 vitesh. Si ka qenë konkretisht kjo pjesa e përçarjes, e krisis? Ne filluam... Jo e krisis, po e ndarjes, si ishte krisi. Ne filluam rrallë parë duke udhëtuar veçmas, dhe kjo ka qenë, si të thush, një gjë që ne na mbante bashkë, thonim me një makinë, Por shkonin në koncerte. bënim autokritikën e bandës. Në një ambient. Edhe kjo mund s'është as pak më e rëndësishmja, por ka qenë një që unë mendoj që ka qenë Një element. një element. Nga ana ime, se unë e kthej gjithmonë nga krau im, ka qenë kjo pjesa që po shpjegoja që isha në një garë me një person ose me një band që ku duhet ishim edhe ku ishim. Edhe përveç kësaj shtysës që mundohesha t'i jepsha, s'po e gjeja do t'isha thjesht në një mërzitje e sipër me çunat, edhe kjo më solli në një ftofje. Pra ti në një farë mënyre po themi që doje të ecë më përpara, po kishe një karrocë që s'po e të rritë që do të vetë dhe mendove që më kuptove shumë. qërohesh nga zinxhirët, figurativisht po flas. Figurativisht. Mendova sikur vetëm do bëja nami. Kjo ishte Do ishte më i lirë për të bërë ato që mendon. sigur po më Po. you were holding me back. Do të thënë para se ndodhte shkëputja, Vetëm mos harroni mikrofonat çuna se s'nigjohemi në para se ndodhte shkëputja me Publik. Andin, kishte një 8 muaj diçka e tillë nga pranvera që na thoshte që ore hajde mblidhemi në studio, se kemi pas një studio. Hajde mblidhemi në studio. Ne nuk mblidheshim. Qellonim o do bëheshim 2 ose 3 dhe asnjëherë bashkë, që punonim si për materialet, sepse ne gjithë materialet që kemi punuar përpara kemi nisur nga studio me burxat e vogla, kemi bërë demot e para dhe pastaj ka ecur gjëja është zhvilluar. Tash me që kishim këto momente e suksesshme të pakta, të njëjtën që Andi po e nxiste dhe po e thoshte gjithmonë. Për arsyet nga më ndryshme se kishim ditët, oraret e ditës të ndryshme, kjo pritshmëria që kishte Andi. Kërkesa e vazhdueshme që bënte, hajde mblidhem, se ne mblidheshim për shembull nga ora 9-10 në bëheshim në të 3. Andi ishte se punonte gjithë ditën, e kupton, kishte oraret e tjera ose duhet të qetësohesh se ditën tjetër do shkonte në punë, ose e kundërta, ose unë kisha një ngarkesë, një gjë tjetër. Dhe arritëm deri tek ajo pika që lëvizi Andi, domethënë që shkëputja. Ajo shkëputje neve na surprizoi në të 3, se ne vazhdum. Na surprizoi. Tash i bëm kritik sa duash bëm kritik. Pse arritëm deri këtu, e pse erdhi situata se ishim këtu mirë. Për neve konsiderohesh si kulmi i punëve dhe i lekut në ajo periudha, se po punonim. Emrin po lakohesh, po te pjesa krimtarisë ishim shumë mbrapa. Edhe kështu fillon me bëm kritik. Po pastaj ndodh masi mora këtë vendimin. Veç kësaj, po pas vendimit Ç'a ndodhi? Edhe ndjesitë e tuaja në Karriera Solo. Nuk ishte, na u prish pak marrëdhënia, të paktën me dismeje dhe çunave, se vendimi nuk e mora unë do shkëputem dhe kështu unë isha, gjithsesi. Nuk ishte vendim që u mor nga unë. Por më pas pata i 2 vjeçar vetëm që ka ato vështirësitë e veta për të gjetë instrumentist, sidomos prap me Krimtarin bëra një këngë që mora pjesë në festival dhe e pash që po çaloja, nuk është se isha prap aty ku duhet isha. Edhe kjo ishte pjesa e Krimtarit. Mos vall, tash po bëjmë muhabet kështu. Muhabet këngëtarësh. Mos vall do jo rrini. Mos vall nuk vjen me herën e parë kjo puna e suksesit, mos se të ndash nga grupi është gjë e vështirë, unë kam provuar vetë, po do dhe çik konsistencë, do dhe çik këmbgulje, si thosh, kupton? Edhe ndoshta ti s'ke këmbgul mjaftueshëm sepse thell në ndërgjegjen tënde që dash me bashku prapë me çunën. Kot po pyes, sepse në momentin që ndahesh, unë kam provuar vetë gjithmonë ke çik kokën mbrapa dhe kjo faza parë, muajt e parë, ndoshta edhe vitet e para, është gjithkohës a jam shina apo s'jam. Derisa pastaj merr formën e vet karriere. Ndoshta ka fitu kjo koka mbrapa. Në subconsciencë mund të ketë qenë. Mua kur më pyesin a do kthehesh prapë, po të pyesin çunat, përgjigjja ime ka qenë jo. Gjithsesi në momentin kur më erdhi oferta prapë, normalisht më duk si gjë që më duhej. Edhe pse jo, domethënë. Ka ardhur për shembull diskutimi që është bërë për tu rikthy me Andin ose Andi për të bërë muhabetin bashkë, ka qenë në një moment që edhe Andi po çalonte te pjesa e punës. Është pritet morim gjëra me radhë. Ju pasi iku Andi çfarë
u mlodhë të tre, u ulën të avulin, që i tha njëri tjetrit, që Tashi, Kari do bëjmë. morëm vendimin, i tha Mandit që kështu doje data fundit, se e kam thënë unë. Kishim mbyll data. E kishin mbyll muhabetin edhe i thash Andit, data e fundit që do luajmë bashkë për këtë sezonin ishte ajo data. Dhe pas asaj datës ne normalisht do na vinin punë tjera, nuk kishim për momentin asnjë gjë tjetër. Dhe ishim në kërkim tash ç'a do ndodhte. Pas 2 javësh na vjen një datë e radhës, nuk e kishim Andin. Edhe pastaj kemi komunikuar me Endrikun. e morë dy vetë në Kemi telefon. fol me Endrikun. Ju nuk është se bëne audicion e thjesht e kërkut. Jo, thjesht. Ne më tepër e morëm që t'ishte te ke njëjta frymë, kupton, me që ai kishte pas një eksperiencë bande, kishim luajtur disa herë Ne edhe ishim në një pozicion domethënë në raport, për shembull ku ishim me Andin e donim Më faqë ndërpres prap edhe sherafon që ndërpres ju pres edhe mendimin. Çdo njoni që ka dëshirën që të flasë që vetë ta ke tërheq nga vetë. Edhe ti atush mos jo thjesht afro, po ku do të tërheqme. domethënë Jo, për vazhdim. pastaj çështja që të vazhdonim ne u do të se zban një këngëtar që ishte me eksperiencë, që afrohesh edhe me ne me mendimet, me moshën, se kanë bëjnë shumë edhe këto në faktor, edhe plus shoqëria, mbi gjitha, se ne jena band, jena grup, ne me her pas here kena fut në përshpit njëri tjetrit, e kena si krye fjalë, pjesën e si familje. unë doja ta vazhdoja çik tek mendimi që la Andi, pa kaluar te Endriku, te kjo pjesa që tha dhe Kërci. Sepse ne çdo mbrëmje ose çdo udhtim që bënim, e trajtonim si Autokritika qenë. Jo, po them për jetimin në për live. E përjetonim si një piknik, si një kohë të shpenzuar bashkë, kohë cilësore. Për shembull, mbaj mend kur kemi shkuar në Bosch, ato 3 ditët kanë qenë për ne pushime të paharruara dhe punë njëkohësisht, që forcojnë marrëdhënien mes nesh, kalon mirë dhe të ngelet ajo shija e mirë. Për shembull, se lidh me muhabetin që tha Andi më përpara, që dhe kisha mendjen dhe se kisha mendjen edhe për t'u kthyer me bandën, edhe e mendoja dhe se mendoja. Pra shifet edhe ka pjesa emocionale, nuk është vetëm biznes më që. Se ne kur e trajtonim, në çdo rrugë ziheshim, ngriheshim. Për që bënim kritikë në makinë, për shembull, pse ishte tingulli jot më i fortë, në këtë moment nuk ishe këtu, se kishe mendjen e këto fjalë. Këto për shembull e nxisnin më shumë atë diskutimin, pa ama edhe forconin marrëdhënien mes nesh. E bënin më të kujdesshme. Për shembull, unë e dija që frekuenca që përdor Kërci për shembull te kitara është me, ku diun, me këtë lloj. Mua nuk më pëlqen këtu, do ta pres. Edhe ky e di, nuk i nuk po në kuptimin e ja filloi. Po them në kuptimin e ruajtjes së marrëdhënies që Nëse më duhet di si shkoi historia paralel me atë të Andit, çapo ndodh tek ne nga krau juaj. Historia pastaj ndodhi kjo shkëputja me Andin, folëm me Endrikun, ram dakord parimisht për gjërat, edhe filluam bëm atë rrugtimin 2 vjeçar. Ishim shumë pozitiv për materialet e reja, për provat, për Kush këngët. kishte më shumë live? Unë apo ju? Aty ishte. Kush ka pas? Pa jam tha mu, sa mirë që unë data se do i kishit lënë gjithë pa punë. Pa është një baterisa më të mirë në Shqipëri. Pjesa live-eve ishin kështu, ne kishim një të mirë se vinin me emrin e grupit. Dhe ne vazhduam me emrin e grupit, ndërsa me Andin ishte çike vështirë, Po patjetër, Andi do ta fillonte nga fillimi pothuajse. Edhe neve na vinin direkt, veç na pyesnin për shembull, e keni atë Bjondin? Jo, kemi këtë Brunin. Mi lesë duam atë Bjondin. Kurse unë fitova ca lokale që donin bjond. Po pastaj ç'a ndodhi si u prishët ju? Udhimi me Ndërkohë para se të prisheshit me prisheshit. Ja, shumë sigur kush bën në luftë. Para se të shkëputeshit me Endrikun, ndërkohë kishit lidh sa fije komunikimi me Andin në distancë apo mas shkëputjes i rilidhet marrëdhëniet. Për sa i përket pjesës punës, ëh. Edhe para se nga periudha që e kena shput me Endrikun ishte një 7-8 muaj përpara që shikoja unë hec pak me herë dhe me intui dhe me ndjesi, nuk se ndjerë, por kur shkojmë në një live s'kishte kimi, çfarë? Kimi tan ishte Kimias matematikë. Toksike situata shumë, her pas herë në çdo live, në çdo diskutimi, më tepër
uzinim për gjëra koti se sa për të thënë për diçka që ta realizojmë edhe ta bëjmë atje. Po, ndërsa me Andin e ribashkuam prapë në shtator. Dhe unë kisha qenë nga muj fillim korrikut, punë qershori që po mendoja. Ta kishte qefi. Po, dhe tani ne përshëndesim dhe se do Kishte menduar, por ne nuk na kishte treguar gjë. Okej. Na kishte treguar çka kishte menduar, edhe se përmend mas Klodin e kemi edhe një pjesë. Po privet, po do vi dhe Klodi. Po pastaj tani me Andin. Po lidhen, s'ka problem. Qose futet personazh i ri, ke libri futet. Mos e kisha menduar, më thon drejt në rikthimin e Andit, s'm ka shkuar një përmend. Jurgeni thot më ka shkuar, Andi thot më ka shku. Duhet këtu fare kjo. Mos e dëgjoj, do bërtash. Po ç'ke se unë shoh këtu. Tek sinjalin. Thash për ta thënë. Po thuaj prapë. As kena për ta po thuaj prapë. me pak fjale. Unë po Mos më kishte shkuar mendje, Jurgenit i kishte shkuar. Ju tha kërci me fjalë. Jurgeni, më kërci, po se kërci nga njerëz gjithë Shqipëria. E kisha menduar një parë. Pastaj fillum duke ngacmuar një tjetrin, se unë jam dhe tip që filloi një herë e ngacmoj tanin ose tatushin para i marr telefon, e marr veshmës. Që ta ndërtoj pak situatën. Ti tip kështu. Edhe Machiavellisti. Na merr vesh mas pon me tanin makinë. Edhe pastaj edhe me Klodin, që Klodi është asirisi grupit tonë, e përshëndesim sot nga pamundësia nuk Klod Rexhepa, po e përshëndesim. Edhe e diskutove me Klodin tani. Po pse se justifiko kështu, nuk kishte vend ku më mor. Edhe sikleti ishte tani se si me fol me Andin. Unë kisha menduar do guxoja ti shruja, po thoja unë do ma leje bllaf. Po varet lash edhe po ma la bllaf punja fundit, por prap duke pa çurinë e Andit e pash Andi po thuj se ishte inekzistent atë periudhën e verë. Po ishte aktiv. Çfarë juj? Kështu që mendova një situatë që besoj se do jetë pozitive përgjigja, edhe i them o Klod, ti e ke më mirë me Andin se ne. Kështu që mund flasësh ti me Andin edhe. Ka qenë Jo, Klodi, ka thënë Klodi. Jo, më duket se ka qenë ngacmimi nga i shoku Joni Përbashkët që e kemi njoft nga Andi, nga Ermal Balliu. Ermali tash kur vjen se jeton në Gjermani dhe kur vjen takohet me Klodin se janë fansa të çmendur të bilardos. Edhe duke luetur, duke bërë muhabete, kafe to gjëra kështu. I thonë, "Ore çao bën çunat, se s'kam takuar asnjë nga çunat." Po mirë, po ti po punon me ata, po kështu. Po si është muhabeti pa ja tha këto diskutimet për punën e Endrikut, që ishin një çik të zjarta këto muhabetet kështu, që se gjenim komunikimin. Ore tha, po kompjuter edhe Andi, tha, edhe Andi nuk është se po i hecën ne kush e di se çfarë, tha. Si mendon, tha, ata bëjnë një diskutim me Andi, tha, ti ec një fjalë. Po mirë, tha. Tash Ermali vajt nga Andi, Klodi erdhi këtej nga ne. Fillon negociata. Po, fillon negociatat. Çuna këtu muhabeti. Sot Ermali merr 20% fitim. E bëjmë diskutimin, parimisht bëjmë dakord, bëjmë një takim edhe me Andin, flasim, lëm 2-3 pika që ishin të përbashkëta, normalisht që jo, domethënë duke u rezervu pa dëme. Do bëjmë në të mirën e grupit, në të mirën e punës, në të mirën e gjës. Ram dakord edhe ja, jemi këtu ku jemi tash. Po, kur u rikthyt ishit me mendje tjetër, pra tash do rikthehemi apo rikthehemi edhe shohim pas rrugës Si fillim ashtu ishte. Për të motra ishte të motra. Se di ku e keni direkt, po. Tani po bam që hajde mblidhemi tash. Hajde mblidhemi, japim gaz situatës edhe Nëse se e ridiskutuam, thjesht me u ngacmu. Po kur mendoni se do bëni hitin e jetës, se një grup i këngëtarë gjithmonë janë të mirë se ardhur edhe 10 hitë, 20. Po një hit që kënohet gjithanë. Ndoshta këngën e radhës. Pse jo? Si është kënga e radhës? Çfarë rrymë e ken? Në rrymat, çfarë rrymat? O, ba, regaton. Një gjatë 10. Kënga e radhës kur ti jemi 60 vjeç. E kena gjetë, do ta bëjmë me inteligjencë artificiale. Aha. Teksti ChatGPT. Jo, veç. E ke marrë vesh apo jo? Ça? Me shishin tekste dhe kujtonin njerëzit që i bënte vetë tiks autore. Ai kishte 5 vjet nga ChatGPT-ja, tu shit teksta. Projekte.
Jo, ma s'po thot emra shumë. Le ta morin vesh njerëzit se si bëhet. Sa themi dhe me Edhe Jo, ky është detaj shumë i rëndësishëm. di të themi diçka. Që të morësh lek edhe të bësh si artist kur si e, me thon drejtën, Po kam është i çikeront. Edhe moralisht, po edhe po diskutoni me çuna. Çuna her pas here ngacmoj atë të ChatGPT-ja i jap ca detaj se si du tekstin dhe ma realizon deri diku, redaktoj vetë çfarë fjalë shtoj. Edhe i thash çuna, i thash, po ne pse na kaq budallë? Nëse nuk e bëjmë dot vetë. Pse do t'i shkojmë te NIT, ta paguajmë 500 euro, edhe ai po me ChatGPT. Ma mirë bëjmë vetë. me ChatGPT. Do t'ja shkrojmë dhe emrin poshtë ple. Të shkrojmë. Atë ChatGPT. Autori ChatGPT. Çati. Themi se do të bëjmë një hit shumë të fortë. Jo, mendoj që duhet Për te shaka, se Duhet të bërë. ideja është që ne të prodhojmë. jo për ju, për përgjithësi domethënë duhet Ideja është vetëm të prodhojmë. Pastaj është në dorë të njerëzve, por edhe ti besoj ke vetë nga eksperjenca, është ke qenë skeptik për X këngë që sot është më famshme, po themi titullin ajo. unë kam da mendjen që nuk pres mo sepse nuk e ka vlet pritja. Se gjithë jemi në këtë grack, sepse gjithë mendojmë kështu që se ndoshta s'është momenti, ndoshta çik më vonë, se shpjegoj. Gjithë justifikime, shumë mendoj don. Gjithsesi unë uroj që ta bëni sa më shpejt jo një, po shumë, për më tepër që ky tregu jon ka nevojë për një alternativë tjetër, një ngjyrë tjetër muzikë. Ja, mos më zgjidh. O çuna, a mund të më thoni për shembull ndjesitë personale, se secili ka personale, kush është qyteti që është më zjarr për sa i përket pritjes së artistit, ose ku jeni ndjer ju më mirë apo si ndani? Do të them një mendim të shkurt, se më që kam të mikrofonin afër. Unë her pas here kam përjetuar ndjesi të zjarrta, ndethonjza, në qytete të vogla si Librazht, po të them. Ja, këtë vit për shkak kena bëj koncert Librazht. Kena shku me atë idenë edhe se Librazht, a kupto, kush. Po qyteti i vogël. Po, edhe kur e shohim atë sheshin, okay, 1000-2000 veta sa ishin, super fare të gjithë, domethënë aktiv në raport me muzikën që jepnim ne atyre, apo them qytet tjetër, për shembull Peshkopia. Është me këtë atje kena bëj koncert. Domethënë këto qytetet e vogla i paraqyjojmë, mendojmë sikur s'marrin vesh, apo mjafton njerëzve, mjafton të japësh diçka me energji, të sinqert dhe them se ja del mban. Shumë e drejta që thot Kërci. Besoj kur kemi shku ke qytetet e mëdha kemi pas pritshmëri që nuk na kanë dalë aty ku duhet dhe jemi zhgënjy pak, pavarësisht se atmosfera ka qenë. Për mu kampioni që ndron Burreli, që prap mbetet qyteti vogël, kemi shku 2 herë me festën e misis edhe janë çmendur sidomos për muzikat vjetra klasike rock. Shumë simpatizante, edhe më ka dhënë një përshtypje që e kanë vërtet qef si qytet muzikën rock. Edhe ka ndodhur 2 herë që më është mbush mendja. Edhe her pas here në këto qytetet e vogla ndjem veten si superstar, janë pa komplekse, kërkojnë një foto, s'ka rëndësi sa i madh je ti. Aty ti mjafton ke performu, ke bërë një performancë shumë bukur në skenë, marrë performanca, vin njerëzit pa komplekse, kërkojnë foto goxha me 10. Dërsa shkon në këto qytete dhe jo të mëdha, jo Vlora, Korça, ku di unë ndonjëherë ngelim të zhgënjur. Qytetet e mëdha ndodh që organizojnë shumë koncerte gjatë vitit. Kanë material. Kanë shohin në Tiranë që do të vinë të bëjnë foto. Ne dalim edhe ose na shohin edhe më shpesh. Na shohin më shpesh në Tiranë, ndoshta është edhe kjo. I shohin fizikisht po thu? Apo ekspozonim në për koncerte? Për live, për lokale, për koncerte. Mendoj se a di pse s'ka lidhje, po e ma nga vetja. Unë për shembull Më thani ditë, lutem du të bëj foto me kitaristin e Renis Gjokës. Tani jam superstar, por apo. Në këtë poqët e presë. Sa të prjerë. Jo, unë kam me këtë tatush, nuk është puna që Tirana ofron shumë. Janë njerëzit Më shpesh, nuk t'jep lek, jo, po del më shpesh. Unë për veten time, për shembull, kur shkoj në Gjoj, edhe me Ngjore Nisin, edhe me Ngjë Gentin, po ju ze ju dyve si emra, ose edhe kur ngjoj Sandrin që kam ngjuar 1 milion herë. Kur shkoj aty natë emocionohem, futem, rrëmbehem, nuk shkoj si muzikant ta nxjet risi, mundom ta shijoj muzikën, a kupton? Kurse këtu
njerëzit rrin statik. Po flasim për gjë tjetër. Tash Jo, gjë more, tjetër. Pyetja është gjë tjetër, se kjo Janë është njerëz- njësia jote private, personale. Po, bravo. Ti ke fatin e madh që je në Tiranë edhe dëgjon. Po t'ishe në Rëshen ose t'ishe në një qytet tjetër që s'ka lëvizje, do të mbyllesh jeta në orën 5. Tani do me tregu se këta që jetojnë në Tiranë Po, kanë dalë ne, dhe kanë po, pa më shumë se ata, Pyetja kur në ishte- botë jo. Shofi koncerte më shumë se ata. I jepet mundësia I jepet një mundësia. qytetit madh që të shohim më shumë koncerte. Ja, ti drejt, për drejt. shembull, m'fal, ti me që jepet mundësia, ti shiko koncerte, shiko klubet, shiko se si qëndrojnë njerëzit, nuk bërtasin, nuk këndon një refren, nuk do trokasin. E këto qytetet e mëdha, ku janë ta? Ta do të thënë, aq shumë kanë dëgjuar muzikë ta sa i ka të mbajt punës. Po mirë, ta bëj pyetje ndryshe. Kush është koncerti për ju, edhe personalisht, mund të flisni. Kush është koncerti më i bukur që keni bërë, secili? Që mund të ketë Domethënë, mos hym në mendsinë e një qyteti, po kush është koncerti më i bukur? Mund të ketë rastësi edhe të vazhdojmë që nga eksperienca ime në këto vite me këtë udhëtimin që kemi bërë ne nëpër qytete me festën e miqësisë. Qytetet për mua surprizë janë këto Borreli që përmendi Handi dhe Peshkopia. Por jemi surprizuar shumë edhe në Lushnjë, ku na kanë kërkuar dhe AC/DC, e kanë kënduar AC/DC-n, Metallica, The Nothing Else Matters, e gjitha ishin kështu gjithë njerëzit. Jemi surprizuar. Fieri për shembull. Koncerti, kush është koncerti më i mirë? Po kusht dhe live dhe koncertet. Ti thuj tatën olla. Po më them. Domethënë te qytetet, këto kanë qenë qytetet Se aty mund ta ka kërkuar ACDC-t, ta ka kërkuar 2 veta dhe 10 veta më ne kanë dash popullore, pje fjala. Ideja është të jetë Domethënë në momentin që ne kemi mbaruar kanë dalë te popullorja, po sa kemi këndu ne, e ka këndu gjithë këngën. Përfundimi ishte që bëm me CDC-n popullor. Death Mono Production. Për mu ka qenë një koncert në qendër, ka qenë e vendosur skena pak si edhe ka qenë pak më e lartë. Ku ka qenë? Në qendër ka qenë ky koncert, nuk e di kush e ka zhvillu, ka qenë afër vitit 3, edhe kemi qenë pak a shumë përballë me muzeun. Të diem a mbani më. A mos e qenë e Still Wingsave? Ja. Se që kanë bërë Still Wings ato të. Ka bërë klodin, ma kaq. Edhe ka qenë për mu koncerti më i bukur. Nuk i vej dot një emër që ta them ka qenë X Fest e misi. S'ka rëndësi. Po atë ke ti. Koncert kemi kënduar këngë veç rock Spring Festival të gjatë verës ka qenë. Fillim sezonit veror ka qenë. Janë shumë. Janë disa koncerte Patjetër. Po, mund edhe në Borç në Salvador, kena marrë pjesë 4 vite rresht. Po thuj se ka qenë shumë bukur që të i pari deri te. Atë mendimin ose te dy. Dy koncerte. Ka dhe 2 koncerte 3 qytete. Po thuj aty Në Borç, me the ti dhe në Borç dhe unë. Ka mora? Ka morë Borç. Po mirë mund të jetë Borç edhe për 2 veta, se ndahen. Në fundit s'më ka pëlqyer me thënë drejtë. Shkodra këto 5 vitet e fundit. Po varet si kanë qenë se jo më kanë ndryshuar goxha njerëzit mosha ndoshta edhe Unë kam përshtypjen se koncertet e sheshit, përshtypja ime personale, janë çik më komplekse sepse në shesh vijnë gjitha llojet kategoritë dhe llojet e preferencave të njerëzve, më kupton? Edhe ndryshe është kur ti e ke një venue ose ke një lokal ose një ambient i caktuar që njerëzit dinë që do jeni ju për shembull, dhe ata kanë ardhur me pa ju dhe aty e përcakton më qartë atë tendencën që kanë, kupton? Se shesh për shembull, njëri ka ardhur për ty, tjetri ka ardhur për të tjetrin. Bëhet mix, njëri vjen me fëmin kaleqaf, tjetri me gjyshën. Po jo, mund të jetë edhe një këngëtar, po është njëri që kalon, është duke ikë si njishin, aloj që ke sheshi, një 10 minuta, kupton? Kështu që është komplekse. Po zgjidhe pra një ambient. E zgjodhi pra. Shumë Borçën në Saudor që ka tani 3 ditët e zjarta. Shumë. Dhe ishin njerëzit të gjithë, sa aty ka qenë nata e rockut Renis, duket. Ka qenë gjithë grupet e rockut, ka qenë edhe Historia Des, një. Dhe ishin të gjithë njerëzit që dëgjonin. Nuk ishin shumë, po 1000 veta, po ishin të gjithë zjarta. Çfarë grupi jeni ju çuna? Jeni grup që kur keni 10 veta para thonë X dalin fare apo si u ka rastis më shumë, apo që ta bëjnë performancën sigur me qenë para mira vetave. Unë personalisht e vlerësoj çdo kontrat ose çdo punë që shkojmë.
E vlerëson sepse do të marrësh raportin profesional me ata që ke kontraktu apo raportin me publikun? E kam unë kam unë të vetja ime, domethënë kur unë mbyll një datë dhe them që kam këtë datën atje, unë e konsideroj një punë që do shkoj dhe të kënaqem, të marr benefite nga ajo, nuk i mendoj fare unë këtë gjëra. Jo po kam unë 3 njerëz, apo 3 tavolina, apo 5 njerëz, apo kështu. Unë po shkoj për punë, po vi për të bërë punën, për të dhënë nga e ime dhe të marr benefitet e asaj, të marr se atje ku nuk e pret të vinë 2 followers më shumë, të vjen një kontakt më tepër, të vjen një datë ose një kalendar më... Mirë ta bëj pyetje ndryshe. Nëse ai që ti ke bërë marrëveshjen thot, o vlla, shife vet, dash sy, dash mos sy, s'ka problem, ne s'prishemi. Ti del për 5 veta apo nuk del? Nëse ke 2 tavolina. Unë personalisht do pres sa të bëhen 3 dhe dal. Nëse flas në emër të grupit ka ndodhur që ne kemi fillu edhe për tavolinat bosh dhe për karriget dhe për stafin vet që ka qenë aty. Po, sa Për mua personalisht unë gjithmonë do nisja muzikën ta bëja rrallë parë për veten time, për çunat, edhe e marr edhe si sfidë që nga nisja me 0 në fund të jenë 10 që po kënaqen, të jenë 15, 20. Është një farë respekti për qoftë edhe për një person që ka ardhur, ai shkreti s'ka faj se s'kan ardhur 1000 tjerë, më kupton edhe Ka pagu bileta ose... po edhe mos ta ketë thjesht në herë ke pasur duke sikur tradhon E drejt. sepse ai njihesh po me vlerë sa të gjithë tjerë. Ai mund të jetë panci çmen valla. Çfarë faje ka mund thotë ai? Që s'kan ardhur të tjerë, më kupton pse do të më hesh mundsinë mua me të dëgjoj ty, më kupton? Ne kemi qenë korrekt me thënë drejtën, nuk e kena bë këtë gjë që s'po dalim, po me thënë drejtën sot që e mendoj, mirë është me moj farë se edhe çështja reputacioni është. Ma mirë nuk do marr fare pagesën, nuk do dal për një tavolinë dhe i them atij që më ka organizu festën, vëlla, organizoje më mirë. Se vetë organizimi Se është dilemë e madhe kjo është. Se nuk dilet do ti tani me 10 vite karrierë, del në për skena shumë dhaja apo Për shkak të keq menaxhimit të organizatorit. Ti se më ke marr rrugën këtu në Shkodër apo në Korçë, gjej aty 2 tavolina. Vëlla, me reparot të shtëpisë zmushe. Është fajo menaxherit. Për mendimin tim është për ta marrë në herë këtë steken të lartë se. Çfarë si jeni në raport me Kosovën dhe Maqedoninë? Do kemi shumë kontakte. S'kan dobet. Domethënë kemi pas pak kështu si me ato fillimet kemi pas ca kontakte që dilnim që shkonin, po pastaj nuk ka ndodhur më. Edhe para 2-3 ditësh kemi bërë bisedë me Klodin që dëgjojmë disa vende. Me Klodin Tasiristin, po, që dëgjojmë disa vende që ta bëjmë edhe kështu si mini tur. Për shkak shkojmë premte kështu shtunën diku tjetër dhe kthehemi. Edhe krijojmë edhe kontakte me zonën tjetër. Ti nga Maqedonia kemi pas po thjesht fare. Nuk e di kur kemi lut. Kemi lut në herë. Nuk kemi lut asnjëherë te nga Maqedonia. A mendoni ju që shqiptarët Shqipëria po them, i bën më shumë promo artistëve të shqiptarisë në Maqedoni dhe Kosovë dhe nuk ndodh anasjellta, pra në raport me organizatorët andaj me artistët shqiptar? Po në rastin ton, po. Jo, flas përgjithësi. Përgjithësi, nuk është se unë e di shumë mirë se çfarë reklamojnë në Kosovë ose në Maqedoni, sa mund ta reklamojnë Alban Skëndera ose artistët që ne kemi këtu ose Reniz Gjokën ose Gent Bushpepa, nuk e di sa mund ta reklamojnë, nuk besoj se shumë, sa kam djenin unë. Shumë nga këngëtarët të Kosovës dhe të Maqedonisë kanë gjetur më tepër terren në Shqipëri. Pikërisht për ne po pis. Edhe punë, edhe benefite kanë gjetur këtu në Shqipëri. Po kam përshtypjen se edhe vetë media dhe marketingu është më i fortë këtu në Shqipëri. Se sa mirë, po. Aktivitetet janë më të mëdha këtu, janë më të shumta. Afro për mikrofonit dashur. Aktivitetet janë më të shumta këtu në Shqipëri, por është në herë shoh në dorën e artistit për promovimin, janë më stoik ca gjëra duken artistët kosovarë, si ato komerç të muzikës. Janë më të vendosur që më agresiv. Për pagesën e përgjitha nuk bëjnë dille të japin çmimin edhe me rrej filmi dhe janë detyruar deri diku t'i marrin, se edhe emrin e kanë krijuar.
E kuptoj mirë. Është drejt. Pastaj është veza pula vezë si e krijon emrin, pastaj është më bëti Po gjatë. ta shikosh ti në për klubet e Shqipërisë. Prej kujt e krijon emrin? Se për klubet e Shqipërisë po performojnë më shumë se sa në Kosovë ata. Që promovimi më të madh Jo flas, jo vetëm Kosovë, gjithë shqiptarinë po them, ke parasysh. Ka dhe një gjë të mirë, se këtu në Shqipëri për shembull vijnë artistë nga Kosova, nga Maqedonia, vijnë, promovojnë, luajnë, prezantojnë materialet e tyre dhe ka një gjë shumë të mirë që ndiqen po nga ai publik që janë dhe nga këto zona, si nga Maqedonia, si nga Kosova. Vijnë ata, i mbushin edhe klubet, edhe koncertet. Ka ndodhur edhe kundërta që edhe shqiptarët, artistët shqiptarë kanë luajtur, kanë performuar në Kosovë për shembull dhe e kanë pasur audiencën on top. Ishte shembullin e fundit Shembullin e fundit që e bëri nga 2 ditë e çoi në 4. Edhe ka qenë full. Për shembull, kjo është një tregus shumë i mirë. Audienca pret, por marketing më të mirë ose promovim më të mirë kanë Në Shqipëri. Po. Baktën me Ajo prezantimi i festivalit në Kosovës i shërbeu në çik për këtë punë që po flasim? Për çështjen e promovimit? Apo normalisht se na ka lidh me disa kontakte, po që s'kan qenë shumë. Ndoshta nga që ishte edhe viti i parë edhe. Jo që ishte viti i parë, festivali është bëja 3 vjet nuk e di tash. Viti i 3 që ishte si vjet. Kam dhe pyetje çuna. Për juve çka ka më shumë rëndësi? Performanca në skenë, energjia, apo pra ku do jepni më shumë pikë në një live, do jepni performancës, energjisë, cirkut në thonjza, apo mos të bërit gabime dhe cilësisë profesionale. Pak, ta nisim pak me shaka më pa ta marrim shushtron me tatushin, e dise të o tatushi thash ka mbyll një datë filan vend. Po, i thash aty mikrofonit të lutem. I thash e mbylla ditën me pronarin që kemi gjysmë orë muzikë dhe gjysmë orë cirk. To e za cirk show. Kemi një orë muzikë tash nuk po atë cirkun do ta ndajmë me sete tash. Si ke losur. Ideja është domethënë është më mirë duke e pa nga këndvështrimi se do nda dhe gjëra në një klub po them, nuk po them shesh apo koncert më serioz kështu. Domethënë është nga këndvështrimi i atij që shkon në klub për të pirë diçka dhe me pa muzikë. Ju mendoni se ai do të shohë një 5 veta që janë serioz, ama s'ke ku t'i kapësh profesionalisht, apo do energjinë edhe po bën e gabim, s'ka problem se mund duhet kjo e para. Jam me këtë dytën, për shembull, sepse mbi gjitha për mua skena nuk është vetëm muzika, është imazhi, është performanca, për atë punë atëherë nuk vjen fare me të pa, e thjesht merr diskun gjëm makinë, pi birë, zajma të shtëpia, ku e diun. Ai prandaj vjen në një koncert, sepse është show. Ka drita, ka skenën, ka veshjen e artistit, ka performancën e artistit përballë, edhe normalisht që kryesorja është muzika. Është shumë e rëndësishme performanca, po pa bërë kompromis ke cilësia të paktën deri me i farpike, se ti mund bësh performancë, bësh dhe zhurmë, askush s'do të pëlqej, duhet ta japësh paktën në një notë kaluese atë që ti po përcjell muzikalisht. Një nga arsyet që ne jemi kaq vite band është sepse kemi këtë pjesën e performancës. Dhe ne na ka ardhur puna nga puna. Po flas për pjesën si ta them unë ty, e live-eve, sa shpesh jemi në punë. Dhe kemi bërë më tepër performancë, kemi dhënë më tepër energji dhe njerëzit janë lidhur me atë që ne bëjmë. Pastaj te pjesa e anës profesionale ka gjëra që janë përmirësuar me kohën, që janë diskutuar, ato diskutimet makinë për këtë pjesë ishin. E këto nuk ishin për pjesën e tjera. Për shembull, nda bëj kush bën më shumë gabime. Unë. Edhe unë bëj. Unë se kuptoj si mund të hapësh ti si temë këtë. Nuk është, do t'jesh shumë kamikaz. Kërë që thot bëjnë këta. Ta justifikoj vetën. Jam i mendimit që t'jetë stak, se për te gabimeve jo një notë, jo një akord. I bën gjithë. Ideja është që një grup që t'jetë mirë, pikës pari do t'jetë soundi i grupit në total. Që të ngjohet mirë. Soundi i grupit. Dhe vjen fillimi bukur, ëmbël.
Edhe pastaj pa performancën ai tingëllim mendoj nuk përcjell emocion, nuk Si pas kërcit që një grup të eci duhet bëjë nga 40 deri 60 gabime për live. Por që unë gjithmonë ja kam thënë që performanca e kërcit është on top. Këtë e ka si heq do të njeri. Ka fitu pik. Edhe për ne si grup bashkarisht, duke qenë edhe me pjesën e kërcit, nuk jemi keq, jemi mirë te kjo pjesa. Pastaj për anën e cilësisë mundohemi që gjithmonë ta rregullojmë edhe të bëjmë sa më shumë prova. Atë që kiçin, Klodin. E që është që kiç Klodin. Kjo është kërkus. Për shembull kur lun, sidomos me kërcen, se ja jep kërcen ndonjëherë mbështet në një kështu në një diezi skot, ja fut kështu. Ajo, edhe apo. E shef që nuk i del ajo në kitarë kështu. Ja, po. Çashkele, mo. Unë mendimin për Klodin. Klodi thot të bëjmë muzikë, më pak cirk, jo shumë cirk, të bëjmë të atmosferë, po jo të jemi jashtë të lëmë muzikën bas. E përshtat më shumë vëmendje ke cilësia. Edhe unë jam me këtë mendim fiks si Klodi, po. Nëse se edhe unë kjo pyetje nuk është ndaj me thik këto ato, sigurisht ideale është të jenë të dyja, po. Duhet edhe kjo që kjo lloj kërkese që ka Klodi ndaj performancës. Se normalisht ne jemi live edhe ndodh unë për shembull në ndonjë moment i kam rënë gjysmë perde më lart. Kënga është solun i bie gjithkohës për sol diet vetëm kur da që më i bie sa frekuenca bas. Ta kapësh me vesh. Ta kapësh edhe kur kthehet ky. Çfarë do bëj artist? Bash një po bën një gabim, A ta shënojnë letë që jena isoj. Kur bëjmë gabime, kena një gjë që bëjmë skenë, një bim shpatull. Njën men. Avash nga kështu shpatull filloj me shelba. Edhe ta tushë. Edhe reagimi të tushit kështu. Jam unë. Po shikata ne edhe se pranon. Po kujtë ta vetë. E çik të dancën mos më e pranu gabimin apo. Ja, Elen gabimin një jetim ota. Çfarë zande ka pasi këtë eksperiencë në Shkëputis, në një nga ju ka menu, me thonë i se shtyhet më me çunët. Në shoh punët e mia. Jo, po, shko, ja të pasëm, së mund kam pas eksperiencë. Unë kam pasur, shko, unë fillimin e muzikës e kam nga muzika folk. Kështu jam eduku edhe në familje që kur kam qenë i vogël. Pastaj ndoqa... Tregoj drejtë se ç'a menon, ha? Po. Pastaj ndoqa dhe shkollën e kështu me radhë. Instrumenti më orientoi pak nga muzika e lehtë, gradualisht, pastaj jo me grupe jazz, pop, rock e kështu mix. Edhe kur erdha për me çuna, Tani filloi historinë e jetës. po do dalë atje. Edhe kur fillova me çunat, nuk Rëndësika që dalësh. Po, dhe kur fillova me çunat, nuk është se po e ndjeja shumë vend, kisha më shumë dëshirë te kjo pjesa e muzikës popullore. Kupton, dhe her pas here e shikoja që se shokët e mi që un kam pas luajtur dikur, po marrin më shumë se 70 edhe 100 dhe 150. E kupton, po punojnë më shumë se unë. Dola te muhabeti leku, po. Ç'ta shish? Aty në rregull. Se duket do jemi 4 në fund. Në rregull, vetëm ti jemi në live, në vazhdim. E kam menduar para ca kohësh që po të shkëputem, ndoshta do shoh për një gjë tjetër. Por se kam marrë guximin që televizja, se nuk është se kisha edhe një gjë tjetër, po thjesht kam bërë këto tentativa, çuha çuna këtë periudhë të bëj një eksperiencë, siç kam pas për një. Po mira, është kjo rryma që ke më shumë qejf nga të gjitha ato që bë. Kjo që me grupe. E bë sepse ke punët apo e bëj sepse më ka ardhur si mënyrë për të punuar për qenë me instrumentin. Po edhe nga ana tjetër po i shoh që ka benefite. Ka një benefit. Kupton, nuk është se nuk jam keq. Është një grup që luajnë, që bëjnë. I ka halli. Pra me fjalë me meron koncertet, ti le të tarkën grupit. Jo, unë mbaroj koncertet rri pina i got. Jo, mbarojnë bie kështu numri koncerteve. Thjesht, pra pyetjen e thjesht. Po thjesht një ofertë për dasmë ose një ofertë. Ike. Anda grupi. Po jemi pasur armikun mrena për çuna. Kërkojmë basist. Jo, unë kam diskutuar për ca kohësh me Tanin këtë gjën që
shpesh her pas herë këtë dëshirën për të lëviz, shoh, i tham unë plak. Se ne me thanë drejtë me krye fjala thash dhe përpara që jena mbi të gjitha jena shumë shok mirë me njëri tjetrin. Jena pa hile. Ose tash lind pyetja, Roku ju ka bë bashk si mënyrë jetese apo sepse qëlloj që keni punë edhe mirë, sepse ky është rreziku nëse s'ke punë nesër. Çfarë do ndodhi? Ndoshta kjo që kemi qenë aktiv, kena qenë goxha aktiv me punën edhe na ka mbajtur gjallë. Besoj se edhe po s'patëm koncerten e marrëdhënien do e kemi, do mbledhemi, do jemi prap shok, nuk është se... Edhe i them, po... Tani, fundi i grupit, a do vi me fundin e koncerteve, unë këtë nuk e them dot. Por që marrëdhënien e kemi si prej rokut fillimisht, normalisht se këtë punë bëjmë. Po edhe 10 vite nuk jam pak t'i kalosh me... I them tani, tani, shumë qoni mirë, putesh në orkestra. Se nuk janë më tepër, shikoj, janë shumë pak grupet që janë shok. Shumë pak. Janë, hajde marrë këtë muzikantin, jep kaq lek, marrë filmin për vetan dhe... Problemi është që unë futëm në orkestra se nuk ka basist. Pa mirë, më mirë. Nuk ekziston më ky si instrument. Ka filluar është bërë kështu si lule mos më prek. Domethënë është çaj mbiti basit, a mëse ja e kam këtu me tastier. Rregullon tasteristë. Rregullon këto tastiera. Edhe ikin basistat. Këta që kanë ngel, kush ka dëshirë që të qarkulloj në qik, si puna ime, unë qarkulloj. Më shkruani numrin e telefonit. Të pasymë si kamer. Shtylla. Basisti i grupit Urban Band, tani ka dalë veshmas dhe stili i rrymës qarkullues. Numri i telefonit. Tani ka shkruaj kërkoj grupe, ka shkruaj. Qarkullojnë Rryma. 40 rryma. Rrymë elektrike. Shpendim keni për situatën aktuale tregu muzikor. E mori me radhë nga Andi, Tani, Kërsi. Më duke se ka folën maestroja. Ti do flasësh i funit. Po bratan, se pas ke me qef. Po mirë, maestro ka mendimin e vet, ju keni mendimin tuaj, se s'ka lidhje. Besoj se kësaj pyetje ne si grup nuk duhet i përgjigjemi, por duhet të shohim punën tonë, prodhojmë sa më shumë, nxjerrim sa më shumë, është gjë që unë e kam pas gjithmonë mendim se po të analizojmë tregun, është komplet jashtë rrymës tonë, edhe shumë pesimiste po ta shohësh këtë këndvështrim. Për këtë po të pyesja, pastaj diskutohet që secili grup ose artist do bëj përpjekjet e veta. Po nuk është favor të muzikës rock, kjo dihet. Bile shihet si diçka që është rock edhe jepet skip direkt. Diqa, mendoj se tregu këtu është servir palas gjithçka, edhe njerëzit janë infektu të kjo gjëja, dhe mendojnë sikur ju pëlqen. Me thënë drejtën që ju pëlqen. Unë njerëzit janë shumë të lirë. Momentin që për shembull ne po të prodhojmë që dalim prapë te mungesa se fajon fonja funit është që ne nuk prodhojmë, edhe s'na gjen njerëzit. S'kam si ti them ne kanë fajin ata dhe unë s'prodhoj kënd. Por jo, s'po flas për faje, unë them çfarë ndjesi e ke për situatën aktuale që mbizotron. Për mendimin tim janë si do të fajet edhe si më thënë është pa gravitet, mjafton shtyje diçka dhe ec vet, nuk është se çfarë lloj rrymë thu? Po tani varet po ja rryma jon për shembull. Unë rryma jon për shembull deri diku normalisht e shoh në hije, po prapë okej është, majsa... mendoj se... Jo, majsa japim ne, është okej, majsa ofrojmë ne, si artist. Tani unë nuk pretendoj me 5 këngë... Fajnë dhe ta shofim të vetja jonë, gjithsesi, nuk mund t'javëm kurse si trega. Po jo, pra ne pa them për drejtën që nuk po flas për faje, thjesht një përshtypje për situatën, domethënë fajnë patjetër që gjithë dhe shohin këtë vetë, ja? Fillimisht, duhet të shohin. Po për situatën... Situata si duhet, do të ishte ndryshe, gusto kolektive, po them, apo... Do të ishte të paktën 15 vjet para, ka ndryshuar shumë, brenda pak vitesh nis të merr. Para 15 vitesh nuk ka qenë si më ndryshe, më duket mua se di si ju duket ju.
Ose kanë qenë njerëzit pak më shumë na donin ne dhe ju ti e di shumë mirë se ke qenë para nesh. Themni diçka më të Po saktë. më thuaj ti, ha. 5 vite Se janë bërë, po. la me fol tatushin fare. Jo, diçka, nuk është ideja e rrymës, pse nuk ec kjo rrymë pse ashtu. Po ta marrim në përbot. Gjime ose nëse, Jena mësuar, ora, po, se nuk daj me thik do gjë bardezi. Se unë s'po them se s'po ecën rrymën, se unë jam aktiv, ju jeni aktiv. Për vetën tonë. Genti tjetër ka shumë artistë rockut që janë goxha aktiv dhe janë shumë okay. Por a do donim ne që të ishte një situatë tjetër? Ne kemi shembullin në këtë periudhën për shembull, tash ka dalë ai. Më fal që ndërpres, jo vetëm ke rockulla, po them edhe ke popi, ke baladat, ke reggae, ke nuk e di. A jemi të mësuar ne për shembull si treg dhe se normalisht si popullat ose si dëgjues muzikës në çdo lloj rryme. A jemi të destinuar në të investojmë, të blejmë diskun, të blejmë biletën? E kanë bërë njerëz. E kanë bërë, por problemi nuk e shoh të është më i thellë. Nuk e shoh shumë sinqert, leçë, janë bërë disa koncerte, okay. A janë o plak, ne kur shkojmë te AC/DC kam pa 50 shqiptar që kanë harxuar minimalisht nga 1000 euro. Kjo është investim. Kjo është investim dhe popullata shqiptare mendoj se për këtë arsye nuk vjen edhe këta artistë big të botës këtu, sepse infrastruktura është shumë e dobët në këto, jo që s'ka rrugë, s'ka fusha për të bërë koncert, po s'ka këto rrugë të menaxhimit të njerëzve, njerëzit janë nuk e di ti çfarë gjën shqiptare tamam. Jo, nuk e di ti. Nuk e di, nuk mund ta. Në vitet 2000 pati përpjekje nga Livin Rumbi që solli grupet. Këtu përpjekjet janë bërë, por problemi është që janë lënë, nuk kanë vazhduar. Pse? Ne kemi shembullin e filmit të Queenave. Menaxheri, ai e vën plan par menaxheri thot, si thot atje, jo, do bësh një kanë kaq gjatë 6 minuta, se nuk ta dëgjon kush e njëra tjetër. Domethënë ata i kanë gjitha konjunkturat, që është fjala, i kanë gjitha që e orientojnë artistin te albumi, te krimtaria. Unë nxitem, ti nxitesh, Renisi nxitet, tjetri dhe ja ku bën 10 albume. Por nga vitet 2000 u bë kjo përpjekje, po pastaj u la. Po mos vall, mungoi menaxher Mirfield, s'po flas në rastin për menaxher për kontakte për koncerte, po flas menaxher që diskutoj pikërisht këto detajet që si pregleri, që të futet puzi hundët, po themi thonse edhe ke studio, qoftë edhe ke faderi, mixerit, kaq decibel do kesh ti volumin kaq ky, kupton? Kjo që thetit se manxore fiks, kjo është kryesorja që mungon këtu. Duhet një menaxher i tillë. Jo menaxher për të gjithë datat i qenë vetëm. Po bro, ai s'është menaxher. Do na ndihmonte shumë Reni, sidomos ne na duhet në moment një orientoj të gjithë. Duhet një mendje jashtë grupit që të ndërhyje me thënë drejtën dhe turën e të shoh këtu atan. Jo, jashtë ai lloj menaxher është më tepër i përfshirë se sa vet grupi ndoshta. Ai është më thellë se ç'duhet. Po e flasim si industri ose ku diun, siç janë këto metaleve të rënda që kanë një që i drejton edhe fillojnë gjithë zyrat e tjera që punojnë për këtë. Për të njëjtën gjë. Çështje biznesi. Domethënë shembull një piramidë. Nga bota jashtë ne kemi Anglia ka të suksesshme, Amerika po ashtu. Ti përmend AC/DC-n, sa mirë vajte ti dhe shijove koncertin aty. Po këtej, nuk duan këta njerëz këtej në Ballkan ose kështu të vend ata ndjekin, por nuk kanë terrenin. Atëherë, ky terren është shtruar para ca vitesh kur ne kemi qenë vegje, që nuk kemi shumë informacione. Nga vitet 2000 këtu ka pas përpjekje, kanë ardhur nga bota jashtë, ka bërë koncerte. Erdhën tash sa fëmijë Scorpionsat, po prap sido që tjetë pati pjesëmarrje, po tjetër gjë ajo. Pa më bëhen përpjekje, po janë shumë të ngadalta ose shumë të larta. Drejt mbylljes së karrierës. Në analizë, po ja që jo, Scorpionsat ishte një aktivitet serioz për masa në të vërteta që pyetja u bë për tregun, nuk e di pse ju kalonit te menaxheri. Po lidhje me tregun ka. Në lidhje me tregun, tregu shqiptar është shumë i thjeshtë. Pëlqen ose muzikën popullore ose VIP-at që këndojnë, ose që mundohen të këndojnë. Mund ta marrim. Nuk është se fokusohen shumë te vërtet ç'a është muzika, ç'a po të përcjell ty muzika. Po këndojnë humorista ata kot janë pa lidhje dalin njerëz. Po këndojnë imazhin aty shumë kanë qenë ose e fillon karrierën si velin edhe përfundon me album. Këto do jenë gjithmonë, por këto janë pjesë. Jo, le të jenë, po a duhet të jenë bizotrus momentet caktuara, kjo është. Ato për ne thash dhe para serviret falas të
kush do të qohet i pari bën një këngë i fut sponsorizim 2000 herë dhe ai të del gjithë ditën të 24 orë në YouTube. Edhe thot tjetri e pëlqejon të. Po si e pëlqen? Po kjo më del para thot. O vlla, do të blesh muzikë plak. Do të blesh i blues, me atë fansin që ke ti, idhullin që ke këtu. Tu nuk ka pranin, tu nuk ka idhull. Tu edhe për klabe për kur shkojnë, imagjine Që është më se thush, më i lakumi momentit. Me që është ky, po shkoj ke ky. Për inerci, nuk shkojnë se kanë idhull se pa përmend emra, nuk po s'kemi nevojë për emra. Shkojnë aty dhe po ti shikosh ti nuk do të trokasin fare, rrin aty, hapin atë shishën, Qizën e histori që jam dhe unë këtu. edhe ti ke vetëm klubet e Shqipërisë kanë tavolinë, shkosh ku luajnë DJ-të mëdhenj nëpër Europë. S'ka tavolinë sepse ta imponon dhe vet ajo që ti të rrish në këmbë dhe fokusohesh përballë. Që ta mbash telefonin xhel. Kështu po. Por sa këngë do bëjmë në 2026? 5 e lam si fillim. 5 kishim për 10 vjetësh, 5 do bëjmë këtë. Pati bëjmë. Jo, po sa realisht, jo sa është dëshira. Mendoni se do qisin e gjosi vjet? E thënë drejtë me kam tokë, them se 2 do t'i bëjmë si vdekja. Reni, se problemi të ne ka qëndru që nuk e kemi gjetë tamam atë pikën e përbashkët. Përveç që unë mendoj që është koha e pagat që harxojmë për këtë punë, po edhe duhet ta gjejmë pak bashkarisht se për çfarë duhet të shkruajmë. Si ta përcjellim këtë çallë rrymë, se edhe vetëm rryma rock nuk është. Po kjo gjë nuk keni për të arritur kurrë në një pikë përbashkët nëse secili nga ju nuk besoj, mendoj unë nuk bëni hap mbrapa për një X detaj për shembull. Se për ndryshe 5 mene më thonë ju mu si mund bim dakord që secili t'i qëndroj stoik mendimin vet. Është pak vështirë në 5 mendje, po. Pra ne duhet ai lartë që thot çuna kjo këngë do bëhet sepse ka marrë fund kjo muhabet. Keni kohë, për kaq periudhë do nxjini këto materiale. Nëse unë do doja shumë përveç se jam admiruesi juaj, edhe admiruesi rrymës si ne bëjmë bashkërisht, do doja shumë që të prodhoni sa më shumë, edhe janë më së të mundshme, sidomos me kushtet që janë sot, që të bëhen, ja po themun, ti e më guri mirë, minimumi 3 këngë për 2026. Hajt lungo. Kështu që bëhen ato këngët. Domethënë, gjë që dikur ka qenë që si ishin mundësit, po bëhet fjalë para 30 vitesh në Shqipëri, ose para 20 vitesh, që dëshira ishin të gatshëm, po edhe mundësi financiare s'kishin, edhe kushtet teknologjike, si ishin kushtet tash, janë këto, edhe kanë ngel ngërçet ke përputhje e mendimeve, dhe mendoj që kjo është më e kalueshme se sa këto mundësitë e tjera. Kështu që çuna duke uru shumë suksese, duke falenderu për pjesëmarrjen këtu ke Garage Bloku, edhe me të përmalluar për Gendën që s'është prezent. Ishte muhabet i këndshëm. Përshëndesim Kushërenin. Ladies and gentlemen, faleminderit që na ndoqët, ishim me Urban Band, shihemi të mërkurën tjetër. Ciao. Yay!